Në Gostival u organizua një panel me rastin e ditës ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit në kujdesin e Asociacionit për Barazi dhe Drejtësi Sociale dhe organizatës jo qeveritare Mesečina. Ngjarja u shoqërua me një diskutim shkencor mbi çështjet aktuale të drejtave të njerëzit, si dhe me fjalime përshëndetëse dhe prezantime nga personalitetet e fushës së drejtësisë, akademisë dhe shoqërisë civile. Profesori universitar dhe drejtuesi i Asociacionit për Barazi dhe Drejtësi Sociale Agim Nuhiu theksoi se organizata ka hapur një platformë online ku qytetarët mund të denoncojnë çdo rast ku cënohet ndonjë e drejtë, ndërsa ndihma që të ofrohet për ta do të jetë pa pagesë. Në kuadër të Asociacionit për Barazi dhe Drejtësi Sociale kemi hapur edhe thirrjen dhe platformën elektronike që të gjithë qytetarët të cilët ndjehen të diskriminuar apo që institucionet e shtetit, qoftë edhe në sektorin privat, janë shkelur cilado liri dhe drejtë të tyre, të mund të paraqiten tek platforma jonë. Ekipi jonë profesional do t'ju ofrojnë ndihmën juridike falas, do t'i këshillojnë në pikpamje juridike, do t'ofrojë logjistik, ndihmën dhe ndërmjetësimin me institucionet derisa të fillojë procedura që atyre t'u sigurohet mbrojtje institucionale. Kjo do jetë ndihmë juridike falas, primare që do t'ofrohet të gjithë qytetarëve pa asnjë dallim. Nuhiu tha se shkeljet më të shpeshta që raportohen lidhen me institucionet e administratës, policisë dhe drejtësisë, duke theksuar nevojën për përgjegjësi më të madhe institucionale dhe qasje të drejtë ndaj qytetarëve. Tani ashtu siç janë adresuar edhe vite më parë, edhe vitin që po e lëm pas, njerëzit më shumë ankohen për të drejtat të cilet të duhet të burojnë nga administrata e shtetit, përfshirë këtu policinë, organet e jurisprudencës, në fushën e punës dhe marrëdhënies së punës, drejtësinë sociale dhe kështu me radhë. Panelistët nënvizuan rëndësinë e mbrojtjes dhe promovimit të drejtave të njerëzit në kontekstin bashkëkohor, duke apeluar për bashkëpunim të vazhdueshëm ndërmjet institucioneve, shoqërisë civile dhe komunitetit akademik.